Kjo ka qenë që unë I kam sugjeru shefit të zyrës për informim që mos të lejoj ata gazetarë sepse për një kohë të gjatë që 2 vite të rresht asnjë asqërim objektiv të punës së komunë nuk ka bërë. Për këtë është arsyeja, do të thënë që nuk ka lidhje me gazetari objektive dhe për këtë mendoj që nuk meritojnë të jenë të pranishme zyrën time. E drejta jonë është me u informu. Ne sot jemi provuar nga e drejta për informim. Kjo është shkel deklaratën universale për drejtat e njerëzit, të drejtën për të marrë informata, të drejtën për të dhënë opinione, edhe drejtën që ta shprehim edhe mendimin tonë. Ne nuk shkuam as me zër, ata vetë na ftuan edhe vetë sot na përjashtuan. Shërbimet e qytetarëve me qenë nivel të kënaqshëm. Unë besoj që kemi pas një avancim drejt këtyre shërbimeve dhe për këtë po garantoj që për një vit tërë nuk ka marrë asnjë vete për qytetarëve, për shërbimet që kryejnë në komunë. Dhe parametra tjetër I suksesshëm mendoj që është përfundimi me sukses I shumë projekteve të cilat janë filluar planifikuar për këtë vit. Kishte më qenë mirë që të realizohet edhe projekcioni buxhetor në mosën 100%, por nuk ka ndodhur diku në mosën 85%. Na kemi pas një ngritje të inkasimit të mjeteve për të ardhurën vetanoke.